duket se diçka normale. Po, edhe realisht edhe nuk e bojnë fix qatë looks që e paraqesin në ekran ose në kamerë, edhe krejt po e dimo, na edhe e dina edhe ende vazhdojna me ju besu, se mo qaq na mësot syni, po, qaq na u ka mësu truni ose sy tu e po qatë looks, ja kena nisë me mendu që për një me po e bojnë qatë jetë, përveç që nuk e bojnë as qatë looks që po e qesin, looksi u bo gjo normale, edhe pse unë mendoj që nëse i ki kushtet, pse jo mos me bo normale looksin, amo nëse jetu e bo për njerëz krejt, kategorit, looksi nuk është normale. Jo krejt i kanë kushtet me bo looks. Jo krejt e kanë kushtet me ble qatë produkt që ti po e reklamon, që po e merë pa pare. Po shkojmë edhe për te asaj që nuk i kemi mundësit. Po, se influencimi qa që ma, unë thash ma herët, njerëz po janë shumë mendje let, edhe qatë shumë po influencohen, prej asoj që e merë pa pare edhe nashta as nuk vazhdan mo me përdor, me pa tjetër bojnë gjithë shka për me ble, edhe vish për me dorë në rezultat që aja ka thonë. One kom rastis shumë herë, në influencere që ftyrën vete kanë të mirë, vete kanë të bukur edhe dorë në thonë, ma ka bo kë krem, pa e bo heq, unë për veti vetë kom pas probleme me akne, edhe najherë kam probleme, edhe asë njëherë qka ka dojnë në për rrite sociale nuk e kom ble, veç shkakuj qësoj që... Ja, du të shku të dermatologo. Po, fix, kom ble se... Ma më pora kom ble diçka që më ka zonë ploka, që atë njerë gjithu kom ploka, da kanë sugjeru një krem, edhe të ka bo hajrë, se sa qëtu që pëdolin... Po, se sa qëtu që pëdolin në për... Nuk po du mi përgjësu krejt, se ka pre aty influencerave që edhe i përdorin, njëherë tani bojnë reklam, po, tash, kur po flasim në përgjithësi, po i shtina krejt që atë. Këtë me një thasë. Roke? Po jënë disa influencera që edhe kur dojnë me reklamu një produkt për mirë, vetëm i bojnë dëm produktit. Po pse po e thu këta? Po pse